Jem të rruga që ka përfaqësu premtimin e madh kryetarit Prishtinës për një transformim po ashtu, për një shkarkim të madh. Jemi këtu tek rruga Xhimxhema. Më intereson seriozisht dalmi edhe ta shohim shkurt shohim makinerinë duke punuar, por e kam të paqartë si është mundur për 4 vite mos të përfundoj një rrugë për 2.5 kilometra. 2.5 kilometra. Edhe 2 vjetë e gjysmë mja hodhonë se s'kanë me mrimi shtrupë. Ç'është e mundën kjo punë. Edhe 2 vjetë e gjysmë. Ç'është e mundën do. 2 vjetë e gjysmë mja hodhonë se s'kanë me mrimi. Dhe prapë nëse shohim atje për shku Kryziu, lutem, jo, Majtas, shkojmë fillimisht s'pari ta shohim se si nuk është hapur nën kalimi tuneli për ta lidhur gjithë këtë zonë me lagjen Kalabria dhe me Veternikun që shkarkohet qyteti. Shikojeni, është bloku, ajo pjesë është bloku, kjo pjesë, vendimarrjet guximshme, nuk po shihet që ka ndodhur, është përballur gjithë edhe kjo situatë me gjykatë komerciale, me atë, me këto, po e përshkojmë rrugën, duke se jo është vendosur shtresa e asfaltit, por që punët përcjellëse fare nuk janë përfunduara. Shohim makinerinë e parkuar s'ka rrugës, por që punëtorë nuk shohim. Ja, atje të nderuar shikues, do të duhej të ishte hapur tuneli për ta lidhur gjithë këtë segment me Kalabrin. Ka ma krim, s'ka shumë që shtruaj rrugat. Me Kalabrin është planifikuar tuneli aty dhe fare. Nuk ka shumë që është shtruaj rruga aty. Rruga Veternikut, nuk ka shumë. Qysh kanë mujtë këta kryetarë. Me bon kitë zezë, me punu 2 herë, mi dëmtu taksa tona, mi dëmtu 2 herë. Ndaloj, parkoj të lutem këtu shkurt, veç dalë me një sekundë, sepse është njëri prej projekteve më të rëndësishme që e ka promovuar Zoti Rama. Hajde kujtoj këtu kjo rrugë Kryziu ka qenë e observuar, për cilën kanë raportuar mediat në mënyrë të vazhdueshme dhe shohim, e sheh këtë pjesën atje. E di, po nuk pojmë aty se janë është planifikuar tuneli i madh për shkarkimin e gjithë trafikut të madh në Prishtinë, për ta mundsuar lidhjen me Veternik, me Kalabri në pjesën tjetër, dhe është bllokuar, më bllokoi ky. Tani ne po e shohim që nuk ka përfunduar për 4 vite gjithë kjo rrugë. Nga këto, deri atje lart, që lidhet kjo rrugë me rrugën A, pastaj që vazhdon. Është 2 kilometra gjysmë dhe nuk ka përfunduar. Është krijuar traseja, shohim makinën e parkuar aty dhe për 4 vite bilans nuk ka përfunduar. Pse do të me votu një kandidat vetëndosës që ta bllokon kandidatin tjetër? Pse do të me votu një kryetar që nuk ekziston? Pse duhet me votu një nën kryetar që është pjesë e qeverisjes? Zgjedhjet janë të lira, njerëz kanë drejt. Bojnë vlerësim, zgjedhjet janë vlerësim, evaluim, bilans. Po në kësaj radhe më mirë do të ishte me pas not proteste. Protest ndaj kujt më? Ndaj kretë kryetarëve, miro X. Po miro kretë Prishtina X. Dikush duhet jetë kryetar. Po mi ndrru parti tjera, mi shti mi ndrru kandidat. Nuk po ju beson fare këtyne më. Cilët mi besu? Janë konsumum. Zoti Rama, duhet ta citoj me saksi, ka thënë se ati i duhen 8 vite për të qenë në pushtet në mënyrë që ti mbaroj projektet strategjike për transformimin e Prishtinës. Po atina për 4 vjetë 2 kilometra gjysmë nuk e në gjendje mi shtru. Edhe 4 vjetë dhe të t'i shtron 4 kilometra. Jemi këtu të një projekt që ka nisur që është vërtet i rëndësishëm, që lidhet me rrugën A, që shkarkon Prishtinën, që lidh krejt një pjesë të madhe Prishtinës me Veternikun, me pjesën tjetër, me periferinë e Prishtinës, nëse mund ta them ashtu, dhe që bën lidhjen strategjike të komunikimit me rrugë kryesore, me artere të rëndësishme të komunikimit Kryziu. Shikana, kur na vinë punëtorë tonë në instalime në lagjën Prishtina Re këtu,
për më shumë se 2 orë, 3 në ngelin në trafik. Do të shkoj dita me 2 punë. Po. Kjo është krim. Është krim. Edhe pastaj, normal që nuk do të ketë... Prishtina thu nuk ka aferë serioze Nuk ka. nga e cila mund të pritet një transformim i madh pas 4 viteve. Nuk mund ta shohim Prishtinën që po, nuk ka Prishtina. po i merr lakmi qytetet e tjera i përmend Kryqëziu. Po, Ferizaj është ndryshim, e kisha bo kryqytet. Ka bo transformim në rrënjësore. Është Gjithë kjo rrugë të ndërruar është Malisheva që ka bo ndryshim, është kjo Prizreni, është Gjakova, është Besjana. Po. Këta pja akuzojnë është ta për ne keqpërdërim në sen. Krimin majtas. Jo, deshta me të pru që kena me po. Rruga na çon drejt pallatit drejtësisë. Drejt pallatit drejtësisë. Po.